Kisha, si trupi i Krishtit, është tempulli ku banon fryma e shenjtë. Prandaj, xhelozia dhe përçarjet brenda komunitetit nuk janë thjesht konflikte njerëzore, por një veprim që ndot tempullin e Perëndisë. Për të mbrojtur shenjtërinë e tempullit, fryma e shenjtë do të shkatërrojë atë që e ndot atë. Për këtë arsye, besimtarët që i përkasin komunitetit të kishës duhet të jetojnë një jetë të shenjtë në mënyrë që të mos scenojnë shenjtërinë e Perëndisë. Qëndrimi i domosdoshëm për të bërë një jetë të shenjtë është pikërisht përullësia. Kjo do të thotë të mbështetemi te dituria e Perëndisë dhe jo te dituria jonë. Shfaqja e diturisë njerëzore në fundit vetëm sa lartëson njeriu dhe sjell përçarje. Njeriu nuk është një objekt për të mburur. Ne duhet të lartësojmë Krishtin dhe të madhërojmë Perëndin. Zoti është ai që thirrri besimtarët dhe vendosi shërbëtorët. Duke qenë se çdo gjë vjen nga Perëndia, vetëm atij i takon i gjithë lartësimi. Vetëm atëherë besimtari mund të jetojë një jetë të shenjtë, dhe kisha mund të qëndrojë pa lëkundur si tempulli i shenjtë i Zotit.